Këshilli Evropian ka miratuar masën për pako të vogla nga platforma të tilla si Shein dhe Temu, duke dhënë dritën jeshile vendosjes së një tarife për pakot që hyjnë në tregun evropian. Vendimi shfuqizon regjimin de minimis për pakot me vlerë më pak se 150 euro, të cilat tani do të nënshtrohen një tarife prej 3 euro për të qarkulluar brenda Bashkimit Evropian. Qëllimi i masës është të vendosë një kufizim në fenomenin e hyrjes masive të miliona paketave nga platformat kineze të tregtisë elektronike të tilla si Shein dhe Temu. Me rritjen e shpejtë të tregtisë elektronike globale, rregullat doganore të Bashkimit Evropian duhet të ecin në hap me kohën. Heqja e përjashtimit të vjetruar nga taksat për pakot e vogla do të ndihmojë në mbështetjen e bizneseve të Bashkimit Evropian dhe në eliminimin e metodave të përdorura nga shitësit e paskrupull. Tani ne duhet të ecim me vendosmëri përpara me reformën gjithëpërfshirëse doganore, e cila është një pjesë kyçe e enigmës për ta bërë Bashkimin Evropian më konkurrues dhe më të sigurt, thanë zyrtarët e Komisionit. Tarifat e reja do të zbatohen për të gjitha mallrat që hyn në Bashkimin Evropian sapo të fillojë funksionimi i qendrës së të dhënave doganore të Unionit. Funksionimi i saj është pjesë e reformës së përgjithshme të kuadrit ligjor, i cili pritet të përfundojë deri në vitin 2028. Ecofin miratoi vendosjen e një takse fikse të përkohshme prej 3 euro për produktet me vlerë më pak se 150 euro që u dërgohen konsumatorëve evropian. Taksa do të zbatohet nga 1 korriku 2026 deri më 1 korrik 2028, me mundësinë e zgjatjes nëse është e nevojshme. Sapo qendra e re të dhënave të jetë funksionale, kjo taksë e përkohshme do të zëvendësohet nga taksat normale doganore. Miratimi përfundimtar i tarifës për 3 euro shoqërohet me variacione në varësi të kategorisë së produkteve që përmban pako. Metoda llogaritjes së detyrimit varet nga kategoria tarifore e secilit artikull. Nga viti 2028 regjimi i përkohshëm do të zëvendësohet nga detyrimet të plota doganore, ndërsa qendrat të dhënave doganore të Bashkimit Evropian, një platformë digjitale që do të mundsojë zhdoganimin automatizuar në nivel unioni, do të bëhet plotësisht funksionale. Ndërkohë një ditë më parë Bashkimi Evropian hapi një hetim formal ndaj shitësit me pakicë online kinez Shein për produkte të palishme dhe shqetësime rreth dizajnit potencialisht problematik të platformës, duke rritur kontrollin sipas aktit të rrep të shërbimeve digjitale të bllokut.